Ditën e parë, si ministre e shëndetësisë, Visala deklaroi se një nga prioritetet e saj të para do të ishte plotësimi i listës së barnave të rimbursueshme për pacientët kronik. Në fjalën e saj, ajo tha se do të kishte mbështetjen e plotë të kryeministrit Edi Rama për këtë proces, që do të përmirësonte cilësinë e trajtimit në sistemin publik. Por vetëm 2 muaj më pas, dokumentet tregojnë një tjetër realitet. Në vend të barnave jetike që mungojnë në spitale, ministria ka ndryshuar skemën e rimbursimit duke futur kompani të reja të privilegjuara, mes tyre Novartis, pronë e deputetit të PD-s në Shkodër Kliti Hoti. Në listën e rimbursimit të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor për vitin 2025, kompania Novartis kishte 53 lloje ilaçesh të miratuara për shitje nëpër farmaci dhe spitale. Në tetor 2025, me vendim të kryeministrit Rama dhe urdhër të Visalës, numri u rrit në 78 ilaçe. Një shtesë prej 25 medikamentesh të reja, të gjitha të kontraktuara nga Ministria e Shëndetësisë, me çmime të tregut dhe me garanci për fitim të plotë. Burime brenda fondit të sigurimit të kujdesit shëndetësor konfirmojnë se sasia reale e ilaçeve të Novartis që qarkullon në sistemin spitalor është 10 fishuar brenda pak javësh, ndërkohë që kompanitë e tjera janë lënë jashtë ose janë kufizuar në kuota. Në praktik, kjo do të thotë se Ministria e Shëndetësisë i blen medikamentet deputetit të PD-s me çmim të plot tregu për të shpërndarë në farmaci dhe spitale si ilaçe të rimbursueshme, një skemë që garanton fitim të sigurt për furnitorin pa konkurrencë të ndershme. Problemi nuk mbaron te konfliktet e interesit. Sipas dosjeve hetimore të SPAK-ut, deputeti Kliti Hoti rezulton i lidhur me ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqa në rrjetin e importit të ilaçeve kontraband dhe të falsifikuara. Në hetimet për rrjetin farmaceutik që manipulonte tenderët e ilaçeve dhe materialeve mjekësore, Hoti del si përfitues përmes kompanisë Novartis dhe si ortak i fshetit disa depozitave farmaceutike, të menaxhuara nga akunati i tij Dorian Sadiku. Raportet policore tregojnë se më 10 dhjetor 2021 në portin e Durrësit janë kapur 2 tonë ilaçe kontraband me destinacion kompaninë e Hotit, ndërsa më 17 dhjetor 2024 në Rinas u ndalua një tjetër ngarkesë prej 1 milion tabletash, disa prej të cilave përdoreshin për përgatitje droge sintetike. Megjithatë, asnjë mas nuk është marrë ndaj deputetit të PD-s, i cili gëzon paprekshmëri të plot politike. Burime lokale në Shkodër pojnë se mbrojtja e Hotit është e garantuar nga marrëveshjet heshtura mes Ramës dhe PD-s, që përfshin financime zgjedhore dhe shpërndarje tenderësh. Fakti që Visala, një ministre e caktuar personalisht nga Rama, ka firmosur shtimin e kontrahtave të Novartisit vetëm sa forcon dyshimin se ky është një pazar politik me interes financiar të dyanshëm. Ironikisht, ndërsa kompanitë e dyshuara për falsifikime kontraband futen në listën e barnave të rimbursueshme, ilaçet jetike me çmime të larta për të sëmurët kronik nuk janë përfshirende. Pacientët me diabet, sëmundje të zemrës apo kancer vazhdojnë të paguajnë vetë për trajtime që duhej të mbuloheshin nga shteti. Nëse kjo politike e re për rimbursim është simboli i reformës që solli Visala, atëherë ministria e saj është kthyer një instrument për pasurimin e kontrabandistëve dhe mbajtjen e gjallë të marrëdhënieve politike mes PS-s dhe PD-s përmes sistemit farmaceutik. Kompania Novartis e Kliti Hotit me dyshime për kontraband dhe falsifikim është sot furnitori më i privilegjuar i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i Fondit të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, një provë e qartë se në Shqipëri korrupsioni politik nuk njeh as ngjyrë partie as kufi etik.